Përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërisht me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të sjellë të rejat më të fundit nga ish banorët tashmë të Big Brother VIP Albania. Pas një pritje shumë të gjatë, apo thënë si gjithmonë pritje si erdhi fundi, reagim ka bërë në Instagramin e saj edhe Selina për herë të parë pas daljes nga shtëpia e Big Brotherit. Do me thënë, Selina ka dashur njëherë që të merë kohën e saj, të merë veten e saj, të argëtohet dhe të kënaqet me familjen për të vendosur që të reagon. Një reagim në fakt që është ripostuar me njëherë nga Gimbo, që nuk kupton që dashuria e tyre është në momentet më të bukura. Selin ka shkruar në këtë forum 120 ditë e Selin. Nuk është një postim i rëndom të Instagrami, por 1000 emocione të mbledhura në pak fjalë mirënjohëse. Një rrugtim sfidues, emocionues, një përballje, jo vetëm me njerëz me të cilët ndava një shtëpi, por mbi të gjitha një përballje me veten time, thot Selin. Me atë Selinin e vërtet që qëndroi e tillë 120 ditë, 24/7 brenda asaj shtëpie. Ky sotmi është një falenderim special, një falenderim zemre për të gjitha ata njerëz që më 19 dhjetor e njihnin shumë pak Selinën. Më 18 prill u dashuruan, u apasionuan dhe u bën familja ime e dytë, thot Selin. Publiku im, dashamirësit e mi, mbështetësit e mi, pa ju rrugtimi im nuk do të kishte shpirt. Nuk do të kishte dritë e nuk do të kishte kuptim. Nuk matet rruga me hapat që hedh, por me zemrat që prek. Bukur kjo. Nuk matet rruga me hapat që hedh, por me zemrat që prek. Udhëtimi im nuk ishte drejt finales, por drejt vetes dhe ju ishit drita ime në çdo hap. Falemnderimet e radhës vijojnë për ata emra që kanë frymëzuar Selinën e vogël dhe i kanë hapur derën Selinës të madhe. Sara Hoxha, fjala mirënjohje është pak për ty. Je shembulli i gruas luftarake dhe të arir dhe si e tillë di t'i jap dorën një tjetër personi me këto aspirata. Një vajzë të re, plot ëndra i hape derën e mundësive dhe i mësove një rrugë të re drejt qëllimeve të saj. Pa dyshim asgjë nuk do t'ishte ky format pa më të mirin showman, Ledion Liço. Çdo fjalë që thua, frymëzon, çdo moment që krijon mbetet. Faleminderit që jep zë këtij emocioni. Me zhurmës të rrugtimit tim dhe reshtave, do t'ua gjej shtëpinë edhe Arbër Hajdarit dhe Monika Kryemadit, dy hallka të rëndësishme që plotësuan zinxhirin e rrugtimit tim. Faleminderit për çdo emocion të dhuruar dhe për çdo moment që më formësoi më shumë. Dhe treshja fantastike, Petrina, Sajmir dhe Eva, puna juaj e palodhur nuk ka nevojë për koment. Sholina ju do. Do me thënë është e vetmja në fakt nga ish banore tashmë të Big Brother VIP Albania që ka treguar mirënjohje edhe kundërdrejt producentëve dhe kundërdrejt moderatorëve, por edhe kundërdrejt opinionistëve. Do të thënë kjo është e veçanta e Selinës që unë e kam thënë gjithmonë. Selina është shumë zemër butë. Është një vajzë që ka ditur domethënë të jetë falenderuese gjithmonë, është një vajzë që nëpërmjet mirësisë, nëpërmjet qetësisë, nëpërmjet bukurisë shpirtërore ka arritur që të realizojë ëndrat edhe misionet e saj dhe mendoj që në këtë rrugtim Sholina ja doli. Ky ishte rrugtimi i Sholinës, kjo ishte reagimi në fakt i Sholinës në Instagramin e saj. Besoj që tashmë në nismat e saj të reja Selina do të jetë edhe më glamuroze.